Bekim, a ka sot në fakt një presion politik të dukshëm ndaj SPAK, sipas sinjaleve sigurisht që vijnë nga Brukseli? Po që ka një presion të dukshëm, ajo është më thojnë za bën mu. Sepse nga njëra anë kemi një opozitë dhe një lider opozite që në çdo detyrim paraqitje para SPAK mban një fjalim ku linçon me emra të përveçëm antar të strukturave të posaçme, pra të prokurorisë së posaçme, por edhe antar të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pra kjo në vetvete është një lloj ndikimi apo një tentativë për presion ndaj strukturave të posaçme apo drejtësisë së re. Nga ana tjetër, krahas opozitës kemi një majorancë, si në rastin konkret zoti Rama, i cili është aktualisht një nga kritikuesit më të drejtë për drejtë të le të themi të drejtësisë së re, pavarësisht se shprehet që Partia Socialiste është garante dhe është ajo që e ngriti apo e reformoi drejtësinë dhe është garante pikërisht për vijimsinë e reformës në drejtësi, por nga ana tjetër krahas kësaj shprehet se ka shumë për të rregulluar, duke u referuar këtu me emra konkret edhe prokurorësh, po ashtu edhe nga Partia Socialiste, por edhe gjyqtarëve, të cilët sipas tyre për interesa të caktuar tentojnë të marrin edhe apo të ndërhyjnë në një pushtet tjetër, siç është pushteti ekzekutiv, por edhe ai legjislativ, referuar këtu çështjeve të ndryshme që sidomos edhe për çështjen e zëvendës kryeministrës, që sipas zotit Rama, pezullimi i numrit 2 të qeverisë nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është një ndërhyrje e pastër në punët e qeverisë së pari